s'ka mon, qka s'kon fe në kohë të pejgamberit alayhi salatu wassalam, që ka vdek pejgamberi ka mbyll syt, e që ajo nuk u kon pjesë e fes, nuk mundet më kon pjesë e fes mas. Deri në kiamet. Këtu është madhështia e Islamit, që Islami nuk ndryshohet, se nuk pranon Islami kujt i teket diçka të mirë, mu marrë që është e mirë, edhe i bëjnë ja 200 veta ka vete, edhe e shpikim një ibadet të ri, një namaz të ri, një lutje të caktume. Jo, se kështu pastaj zhduket Islami. E Zoti ka garantu që ka merujt këtë fe, që është ose duke mos i zhduk ibadetet, ose duke mos i shtu ibadetet. Qaja që o konë namaz në kohë të pejgamberit alayhi salatu wassalam, çaj namaz ka më konë deri në kiamet. Nuk ndryshohet. Prandaj Zoti ka garantuar që unë kam zbrit këtë fe dhe unë kam me herujt. Kështu që të dashur vëllezër, çka do që ndëgjoni, çka do që shifni, që nuk ka bazën e dinin ton, nuk duhet me pranu si pjesë të fesë.